Tregtarët e tregut të fruta perimeve dhe tregut industrial në qytetin e Vlorës kanë protestuar sërish, këtë herë duke pushtuar ambientet e bashkisë së qytetit. Ata kanë kërkuar zgjidhje nga ana e drejtuesve të pushtetit lokal që deri tani nuk duket se u kanë ofruar asnjë opsion që të shërbejë tregtarëve për vijimin e aktivitetit të tyre. Situata ka ardhur si pasojë e punimeve për rikonstruksionin e tregut të madh të qytetit, ndërsa bllokimi i punës po u shkakton tregtarëve humbje të mëdha ekonomike, pasi kanë mallra me vlerë miliona lekë që rrezikojnë të dëmtohen. Sipas tregtarëve, prej një kohe të gjatë, ata vijojnë te sorollate ndërsa askush nuk u jep zgjidhje. Na ka lënë pa punë. Kemi 15 ditë që na ka lënë pa punë. Na ka lënë me qepena mbyllur. Ne këtu jemi tregtarët e Vlorës që na kanë mbyllur qepenat. Na erdhën na thanë që të heqim tezgat dhe si përfundim na la pa asnjë zgjidhje. Na ka hedhur në rrugë. Jemi 350 tregtar të Vlorës që mbajnë familje. Na detyroni të bëjmë veprime të tilla që shqyejmë derën e bashkisë dhe të potemi brenda. Tregtarët kërkojnë zgjidhje të menjëhershme për aksesin në bizneset e tyre dhe presin një reagim konkret e të shpejtë nga ana e drejtuesve të pushtetit lokal.